Përshëndetje lavdosh, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Mersi. Ju jeni një qytetar model, po themi ne, në Republikën e Shqipërisë, i cili proteston çdo ditë edhe nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale. Jeni prezent gjithkohës. Diçka rreth karrierës tuaj, nga fillimi deri sot. Ç'mund thoni shkurtimisht? Unë me kam filluar karrierën si një specialist ekonomist bujqësor në përshtat mendore në Tiranë. Pastaj pata mundësinë të bëj një master shkencor në Greqi, në Kret, në ishun e Kretës. Dhe aty mora goxha informacion nga lektor të njohur ndërkombëtar. Dhe erdhëm pastaj mbas 2 vjetësh që bëm këtë gradën shkencore aty, erdhëm u kthyem në atë, ndërkohë kur të gjithë iknin në 93-shin, u kthyem në atë bashkë me gruan dhe djalin që ishim atje gjithashtu dhe ata më shoqëruan mua. Dhe filluam një lloj aktiviteti këtu për të sensibilizuar mundësitë që Shqipëria të ketë një zhvillim qëndrueshëm. Ky ishte koncepti që morëm atje, zhvillim qëndrueshëm, se ishte në 92 pikërisht konferenca e Rios që ishte hapi si parin pikërisht për çështjen e zhvillimit qëndrueshëm. Dhe erdhëm këtu dhe menduam që një zhvillim qëndrueshëm në Shqipëri do ishte i vërtet dhe real nëse do të kishte një zhvillim qëndrueshëm rural së pari, duke u nisur që faktin që Shqipëria është një vend rural edhe sot, më vjen në konceptin tim. Dhe për këtë arsye menduam që bujqësia organike do të ishte një drejtim i duhur për të aplikuar të zhvillimin rural qëndrueshëm. Dhe kështu që krijuam një shoqat në vitin 1997 bashkë me shumë profesor, po edhe fermer të njohur në atë kohë në vitin 1997, menjëherë domethënë themi në qershor të 97-s në atë val të betejës së madhe me këto çështjen e piramidave. Po. Dhe vazhduam pastaj në këtë linjë me papushim edhe sot. Jemi në këtë linjë për çdo kauzë mjedisore. Filluam realisht në fillim me një protestë jo të vogël për kundra prezantimit të organizmave të modifikuar gjenetikisht në Shqipëri, kundra homogjëve. Në atë pa një protestë interesante në atë kohë. Dhe vjen mirë që edhe sot për shembull nuk Shqipëria është një vend GMO free që quhet, vend pa homogjë. Dhe pastaj kanë vazhduar betejat me radhë, nëse mund të përmend shumë shkarazi është ndalimi i importit të mbetjeve, që gjithashtu është një betejë fituar nga shoqëria civile. Shumë e fortë. Kemi qenë mjaft aktiv në atë, çështja e ndalimit të armëve kimike, shkatrimit të tyre në Shqipëri, dhe padyshim nuk mund të mos përmend edhe reagimin e qytetit Vlorës në 2005 deri në 2008 kundër ndërtimit të parkut energjetik në Vlorë, të teceve që një tec arriti të ndërtohej, po jo të tjerët. Këtu në parantezë të doja edhe të komentoja një çik për këto dy të tjerë që su ndërtuan dot atëherë nga protestat e fuqishme të Vlorës, ka rrezik të ndërtohen tani, edhe mbas 20 vjetësh. Dhe kjo ishte gjithashtu një betejë, unë do ta konsideroj gjysmë e fituar, në kuptimin se nuk e hoqim dot edhe gozhën e Nastradinit që po na prish punën edhe sot, por të paktën na sjell si ambo që do shkarkonte 700.000 tonë në gjirin e Vlorës, nuk u bë. Që do ishte një katastrofë e madhe. Por këtu menjëherë dal këtë çështje aktuale, prandaj u bë një lidhje kështu spontane në pyetjen tuaj. Tashmë është prap mbas 20 vjetësh është rikthyer ideja e gjirit të Vlorës për të kthyer në gjir energjetik, me atë vendimin e famshëm të hapit energjetik, ndërtimit të hapit energjetik në Vlorë, që do ndërtohen tece të tjera dhe 3 tece, ashtu platformë gazi për gasifikim, shpërndarje gazi gjithandej në përtece edhe deri në Roskovec të Fierit, dhe padyshim kjo është një lloj themi, mos përdorim fjalë kështu, domethënë shumë të rënda, po që është një, po themi për momentin, një gabim historik. Në
kuptimin se Shqipëria do të ngelet mbrapa, do të ngelet një vend i bllokuar nga karboni. Dhe do duhem të paguajmë të multinacionalet pa fund para nga taksapaguesit shqiptar, që ato të fitojnë maksimalisht duke shitur energji nëpërmjet territorit të Shqipërisë. Kjo është situata dhe Vlora nuk do të quhet më vend turistik, do të quhet hub energjetik. Hubi energjetik i Vlorës, domethënë, dhe kjo do të jetë. Kështu që zhduket edhe ajo, themi, laureola e turizmit të Vlorë. Atëherë, profesor, si mendoni ju, pse nuk reagojnë shqiptarët kur miratojnë ligjet ose VKM-t, vendimet e Këshillit të Ministrave, në rast konkret VKM-ja fundit për Pishporën? Pse nuk reagojnë atëherë? Ose reagojnë me vonesë ose s'e reagojnë fare? Si e shpjegoni ju? Shiko, por sa akoma nuk është zyrtare. Pra, është marrë një vendim, edhe mund të them për shembull për ndërtimin e testit të Rosovesit, është marrë një vendim nga KKTU-ja, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit, që në 31 tetor të vitit 2025, dhe sot akoma nuk është publike. Pra, nga ta din njerëzit që reagojnë. Pra, kjo është situata që funksionon në Shqipëri, edhe ligji gjithashtu nuk është zyrtar, ka kaluar, në mos gaboj, ka qenë 29 prill, dhe me njerë filloi ndërtimi, ndërkohë kur shqiptarët nuk dinin asgjë. Pra, është një lloj strategjie, po i vëmë emrin strategji shumë përgëdhelës kësaj gjëje, po është një lloj arbitrariteti i jashtëzakonshëm që vendimet merren padyshim në mungesë totale të konsultimit me publikun, që duhet normalisht për këtë rrethimin e fundit, që tani janë ngritur shumë qytetarë të Shqipërisë edhe të diasporës, edhe po reagojnë fuqishëm, edhe domethënë kjo tregon që është një shkelje shumë e madhe, unë do të thoshja është një lëshim i sovranitetit të vendit, dhe fillojnë aktivitetin dhe pastaj operojnë mbi bazën e faktit të kryer. Pra që është bërë tani, s'kemi çfarë të bëjmë, domethënë. Dhe kjo është një vendimarrje e qëllimshme, e gabuar totalisht, dhe duke qenë se nuk ka dhe konsultim paraprak me publikun, që është detyrim ligjor. Pra, nëse për shembull do merrej ky vendimi për atë zonën mbrojtur aty, që do bëhet një resort, një qytet tjetër, domethënë që do ngrit një qytet në vend të shtëpisë, në flamingove, edhe të shpendëve të 220 lloje shpendësh të ndryshëm që ka aty, përfshi dhe kaçurelin e pamshëm, nuk do të jetë më shtëpia e tyre, do të konvertohet në një hapësirë betoni për të mirën e shfrytëzimit të hapësirës detare, që gjithashtu do të jetë rrethuar me pamundësi për shqiptarët të shkuar për të shijuar detin, pra të jesh pranë në detit dhe i palar në një farë mënyrë. Jemi në këtë situatë, dhe kjo është situata që është vërtet revoltuese, dhe mendoj që qytetarët, një nga arsye, po t'i përgjigjem në pyetjes tuaj, direkt është që nuk ka informacion paraprak, e dyta që mungon rinia e vendit, e cila do të ishte forca goditëse për të shmangur vendimarrjet e gabuar në këtë vend. Profesor, si mendoni, ka një lidhje ndërmjet rrjollit Thethit edhe Nart Pishporës? Padyshim që po, bile do të thoshja këtu, do të përfshija këtu dhe paketën e maleve. Janë që të gjitha në një filozofi, po përmendim këtë termin shumë dashamirës ndoshta për qeverinë, është filozofi totalisht e gabuar. Nuk ka mundësi që ti, duke përfituar dhe duke inkurajuar me disa institucione që i ke ngritur po vetë si shtet, si qeveri, të shmangësh nga jetesa
me mira banor, të cilët nëpërmjet tyre hapësirave që sot zihen ngjohen me investitor strategjik, janë hapësira që i kanë dhënë mundësi komuniteteve pranë tyre për të jetuar duke përdorur këto dhe duke i ruajtur një herazi. Pra nëse dikush shkon të mblidhte në rjoll bimë medicinale, e kupton, për të fituar një sasi të ardhurash apo për kullose, baktin, domethënë ato dunat ishin po aty. Kurse tani vim në një lloj, tani nuk mund të mos them edhe në shprehje me konotacion negativ të pasur, siç është barbarizmi që po bëhet, qoftë në rjoll, qoftë në pishporën e art. Pra jemi në këtë situatë. E njëjta gjë me paketën e maleve ku kullotat pafund të komuniteteve aty tani konvertohen në prona private me rrethime gjithashtu, me lloj industrie, për shembull është kjo dashurie me fotovoltaike tani, që fotovoltaiket janë okay, shumë mirë për ne ambientalistët, por jo në atje ku banorët kanë jetuar me to, por ka toka të krypzuara që nuk mund të përdoren për bujqësi, mundet të aplikohet kjo se është energji e pastër. Por jo siç po ndodh tani ku në mënyrë arrogante shkojnë, rrethojnë hapësirat gjëra që njerëzit që janë afër tyre kanë jetuar pikërisht fal përdorimit të këtyre hapësirave. Dhe të gjitha këto bashkë kanë një lidhje që disa thonë është një lloj strategjie që shqiptarët e ikin, unë akoma nuk besoj në këtë që dali deri në këtë lloj performance që do të kishte emrin tradhti kombëtare pastaj, po unë mendoj që ndoshta është një diçka tjetër për të përkrahur një grup të pasurish për të përfituar edhe për vete, dhe mendoj që operohet në këtë mënyrë se natyrisht është jo e lehtë të marrësh pjesën tënde në thonjza nga 1 milion biznese të vogla dhe ta marrësh nga 5-6 të mëdhej. Kështu që ndoshta është kjo, dhe po e përjashtoj për momentin një tradhti kombëtare, se ndryshe mund të vijë edhe ky emër. Atëherë, ju mendoni se është protesta një instrument i duhur që duhet përdorë shoqëria shqiptare, në rastin konkret protestat për mjedisin? Po, unë gjithmonë kam besuar dhe ndër shumë shoqate i ka Shqipëria, më thënë, unë këtë shoqat që aderoj jam orientuar shumë ke lëvizja reale, protesta në këtë rast, për gjëra konkrete. Për shembull, çështja e pishporë në art tani, unë nuk kisha asnjë agjend për t'u angazhuar në këtë çështje, se ishte natyrë, zonë e mbrojtur, por kur sheh një veprimtari të tillë që dëmton rënd, jo vetëm të tashmen, por dhe të ardhmen e brezave, nuk mund të rish pa reaguar. Dhe reagimi im shpesh nuk është shumë institucional, sesa real, në kuptimin e vajtjes në vende dhe përballjes me të keqen. Unë jam në këtë kënd më tepër dhe besoj që siç e përmenda në fillim, kam edhe disa në historinë time të aktivizmit të disa raste suksesi që më inkurajojnë për të vazhduar në këtë linjë. Ju mendoni është sukses, është e shëndetshme, po themi, protesta në shoqëri, si në rastin konkret protesta dhe në Tiranë për gjuhën shqipe, në Maqedoninë e Veriut, të drejtën e gjuhës shqipe që kërkojnë studentët? Tani, si mund të nuk besoj të ketë ndonjë shqiptar që mos ta quajë të drejtave, për faktin se një nga krenaritë që kemi ne në raport me çdo europian tjetër, i themi që kemi shqiptar dhe kemi një gjuhë tonën unike. Dhe kjo është mjafton kjo për të mbështetur atë lëvizje studentore, është lëvizje shumë e fuqishme, nuk është vetëm për çështje diploma, bijetese, kështu me radhë, është çështje e pastër patriotike, identiteti mbi të gjitha, identiteti shqiptar dhe mbështetje e pakufishme për të sigurisht. Profesor, jemi në fund bisedës, mos ju ham edhe shumë kohë se jeni shumë i angazhuar. Çfarë mesazhi keni për qytetarët shqiptar në lidhje me mjedisin edhe më gjerë?
shqiptar duhet të ndjen pak më shqiptar, më pak më aktiv në çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me Shqipërinë si të tërë, përveç rasteve të reagimit për çështje karakterit më të ngushtë, privat, po duhet patjetër çdo shqiptar duhet të reagojë për Shqipërinë. Për arsye se Shqipëria është një vend i vogël dhe shqiptarët që kanë vuajtur në histori dhe janë të kurrë vazhdimisht nga okupatorët e huaj, në kohën e sotme që mendojmë që ka një demokraci zhvilluar, duhet të jenë më të hapur, më dinamik në mbrojtje të këtij territori që tashmë quhet Shqipëri. Profesori, falenderoj për bisedën, ju uroj suksese në kauzat e reja që do dalin dhe këto që i keni në vazhdim. Ju falenderoj. Faleminderit. Faleminderit.